Sonte në Gjakov me fillim nga ora 20 do të paraqitet para publikut shfaqja Enjoyt me tekst të Odise Plakut, regji të Naser Shatrolli dhe me interpretim të Vefi Redhit. I ftuar në emisionin e mëngjesit në Top Radio, ama mirë këtu atje, autori i veprës Odise Plaku tha se vepra Enjoyt dhe frymëzimi për të, si një vepër monumentale dhe e fuqishme, ka lindur para 10 vjetësh, pikërisht në Gjakov, në djepin e kulturës dhe historisë. Gjakova është djepi kulturës, djepi historisë. Dhe ne kemi dashur që nëpërmjet engjëve të sjellim një vepër monumentale, një vepër e cila për mua si autor ka lindur 10 vjet më parë, pas një takimi poetik që është zhvilluar pikërisht në Gjakov dhe një bashkëbisedimi në cilin kam fituar një çmim, çmimin Ali Podrimja, dhe pas një bashkëbisedimi me mikeshën ton Shazivarin, zonjën Shazivari Eliden, ajo më ka ngacmuar ndjenjat dhe mendimet për të shkruar pikërisht këtë tekst, i cili pas 10 vjetësh, me dëshirën e mirë, ndoshta ky tekst do të ishte një vepër e luajtur nga Elida Shazivari, por mungesa e përkrahjes dhe vëmendjes ndaj një vepre të tillë bëri që ajo të qëndronte në sirtar, por u desh zëri Vefi Redhit, që më ngacmoi kujtesën, që më bëri unë të rishfaqja edhe një herë vlerat e kësaj vepre dhe i jam mirënjohës Vefi Redhit, e cila pranoi që të vinte në skenën shqiptare me një vepër pikërisht të fuqishme, e them vepër monumentale, jo vetëm thjesht një vepër dramatike, një vepër skenike, dhe ato vlerat të cilat kishin fjetur prej kaq vitesh tashmë janë prezente në skenën shqiptare. Aktoria Vefi Redhi shtoi se kjo vepër është kujtesë për gjenocidin serb dhe se mesazhet që përcjell kjo pjesë skenike janë të veçanta, duke kontribuar në ndërtimin e themeleve për paqen. Kjo pjesë është një kujtesë për gjenocidin serb. Sigurisht nuk ka qëllim që njerëzit të kthehen dhe të kthehen dhimbjet e së kaluarës. Mesazhet janë shumë të fuqishme, asgjë nuk duhet haruar sepse është shumë e kollajt, shumë e lehtë që të përsëritet. Gjendja e Kosovës në këto kohë është shumë e brisht. Kështu që gjithsecili në fushën e tij duhet t'i jap ndihmesën për atë që kaluam, për paqen, për të ardhmen. Duke kujtuar, nuk sjellim dhimbjen, por ndërtojmë themele më të fuqishme për paqen, sepse duke kujtuar bukur, duke kujtuar dhimbjen dhe historinë, forcohet paqja. Ndërkaq regjisori i veprës Naser Shatrolli u shpreh se është punuar shumë për këtë vepër, duke pasur në mendje qëllimin dhe synimin kryesor. Ne kemi punuar, nuk ja kemi lënë rastësisht këtë punë. Vefi e din çfarë vujtësh mua kemi pas bashkërisht, por kemi pas synim, qëllim, edhe vetdije çfarë teme po trajtojmë, nëna shqiptare, vujtet e tyre, fëmijët që si kemi akoma të mbyllur kapakët e varreve që i kërkojmë akoma, familjet shqiptare gjithandej. Kështu që është temë që do të mbetet aktuale, sigurisht edhe në vitet e tëra të tjera, derisa të përmbyllet kjo, dhe unë dyshoj se s'do mbyllet kjo, hiç fare. Shfaqja Enjoyt shkruar nga Odise Plaku, interpretuar nga Vefi Redhi, me adaptim dhe regji të Naser Shatrollit, me asistentin e regjisë Shen Tejeci, kostumografinë dhe skenografinë e Arife Veselaj dhe me muzikën nga Hajrush Fazliu, do të shfaqet sonte në teatrin Hati Shehu në Gjakov, me fillim nga ora 20.